Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që esin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po rikthehemi në takimet tona javore që i kemi pas para Ramazanit dhe pikërisht në vendin e njëjtë edhe në orar të parafort me ato që kemi qenë më herët, mirë po me një seri të re të ligjëratave, duke u mundu që të hedhim dritë pak a shumë në aspektet edhe në çështjet të cilat janë shumë me rëndësi, ose janë me rëndësi emergjente. Sepse gjithçka është e rëndësishme në fenë tonë, mirë po ka diçka që është e rëndësishme dhe emergjente, ka diçka që është e rëndësishme po lejon vonesën. Kështu bashkarisht me lejen e Allahut të lartësuar do të kalojmë disa takime, disa derse rreth ndërtimit të shëndosh të besimtarit në kohën moderne ose në kohën e sodit, ta quajmë si don. Pastaj të nderuar vëllezër, një përkujtim për rëndësinë asaj që duhet besimtarit ta ndajë një kohë që ta përjetoj aromën e xhenetit, edhe të jetoj në kopshtet e xhenetit, sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam takimet e dijes, mejliset e dersave dhe ligjëratave i ka quajtur kopshtet e xhenetit në tokë. Gjithashtu është e rëndësishme kjo për besimtarin, sidomos në kohën kur ka evolu materializmi, edhe thuj se është materializu gjithçka. Andaj besimtari patjetër se duhet me ndo kohë për jetës së tij, varësisht sa i duhet në baza javore, ose dhe ditore, ose më shumë ose më pak, që me ushqy shpirtin e tij edhe me i përjetu ambientet edhe aromën e xhenetit në tokë, se për ndryshe zemrat shumë shpejt ngurtësohen edhe gjoksat ngushtohen. Shtoja kësaj edhe disa elemente tjera. Elementet si për shembull, pejgamberi alayhi salatu wassalam thot ad-dunya mal'una. Kjo dunja është e nemt, më mirë me thonë. Kjo dunja është e nemt. Edhe pse rreth hadithit ka fjalë sa është i saktë apo nuk është, mirë po, shumë prej dietarëve kanë thënë që kuptimi i hadithit është shumë i saktë, edhe plot dietarë të hadithit ka që e kanë pranuar për hadith. Thotë dunjaja është e nemt, e mallkume. Edhe e nemt është gjithçka që është në to. Pos dhikri i Allahut, përmendja e Allahut, ai i cili shkep dije dhe ai i cili merr dije. E këtu janë mejliset e dijes. Do të thotë kam marrë rënë ndoshta që njerëzit kanë me mallku dhe kanë menem gjithçka të dunjos. Kanë me mallku punën e vet, kanë me mallku kohën të cilën e kanë kalu, kanë me mallku pasurinë e vet, kanë me mallku mirë, po dy sene s'kanë me mallku kurr. Hiç kur nuk kanë më bezdis për tyne dhe s'kanë me mallku kurr, ato janë përmendja e Allahut, dhikri i Allahut edhe dija të cilën ose e jep ose e merr. Au alim, au mutaallim, ose mësues ose nxënës. Gjithashtu, nëse ja shtojmë kësaj edhe një element tjetër, ajo është se tregimin i cili nuk është i panjohur për juve, që pejgamberi alayhi salatu wassalam e kishte një plakë në Medinë të cilën e vizitonte Ummu Ayman, e cila ka qenë dikur robresh, të cilën pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka liru. Ja ka dhuru lirin, edhe e ka nxjerr prej skllavërisë në njeri të lirë. Dhe kur vdes pejgamberi alayhi salatu wassalam, Ebu Bekri duke qenë i kujdesshëm me pejgamberin alayhi salatu wassalam, dhe pas vdekjes e merr Omerin e thotë që shkojmë dhe e vizitojmë Ummu Ayman, të cilën e ka vizituar pejgamberi alayhi salatu wassalam her pas here. Kjo Ummu Ayman këtë kohë dikon thuhet se i ka pas më tepër se 80 vjet. Plak. Dikon prej Afrikës, Etiopisë atje. Mirë po, njeriu kur është i lidhur për ahiret,
edhe kur dikush është i krijuar për punë të mira dhe për xhenet, është shumë kallaj me mri deri te puna e mirë dhe shumë kallaj me korrigju veten. Sapo i sheh Ayman Abu Bekrin dhe Omerin radhiyallahu anhu, thot pas ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Domthon si ka shkuloj me hala. Edhe Omeri radhiyallahu anhu thot: "O Ayman, çka po mërzitesh? A ja nis me kajt Ayman?" Plak, thot pas ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe fillon me kajt. Omeri thot, pse po mërzitesh? Pejgamberi alayhi salatu wasallam ka ikë për kësaj dynja e lodhshme, mërzitshme, sikletshme, ja kemi pru shpirtin ten fët njerëzit. Te këtu ja kemi pru shpirtin, kështu që ka dol për kësaj dynjaje të mërzitshme, ka shku te Allahu që e ka shumë më mirë. Thot unë nuk po çoj, që nuk e di këta. Unë e di fort mirë që ai ka shku te Allahu që është shumë më mirë. Mirë po unë po çoj për diçka më të madhe se sa kjo ajo është, se mo shpallja nuk po na ardh. S'po jetojsh me shpallje. E këtu pastaj Abu Bekri dhe Omeri nxitën prej kësaj plake për diçka të cilën nuk e kanë menduar më herët dhe fillojnë të dy të bashkë me Ayman me qajt. Pse? Sepse janë mësuar në ambient shpalljes. Janë mësuar her pas here, javë pas javë ose muj pas muj me ndëgju se mbrëmje është zbrit pejgamberit alayhi salatu wassalam në sure. I është zbrit kaq ajeti, i është zbrit. Do thonë kanë pas një ambient të shpalljes. Edhe një ambient që e kanë një vetën se janë të lidhur me Allahun drejt për drejt përmes shpalljes i lekar, edhe kanë qenë të lidhur me fjalën e Allahut të lartësuar. Ata edhe pse prap kanë jetuar me shpallje, prap kanë jetuar me sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe me Kur'anin i cili është zbrit, mirë po mundësia që me zbrit rishtas Kur'an diçka ose pjesë nga Kur'ani humbike. Domthonë çikash e ran ka qenë të sahabët me jetu në ambient dhe atmosferë pa shpallje. Atëherë, çfarë atmosfere mundet me një ai besimtar i cili është larg mejliseve të dijes, është larg kuvendeve të dijes edhe ligjëratave dhe derseve. Më të vërtet kë, nëse nuk i bjen vetit mas, edhe me korrigju vetën, Wallahi shlirë le të hapë të pame për zemrën e vetë. Shlirë le të hapë pamin për zemrën e vetë, sepse i ka vdek zemrë, dhe le shkojnë njerëzit të angushlojnë, të ashojnë. Në kohën, kur kam bizotru materializmin të rahantë, edhe ka hynë në zemra, edhe ka hynë në shpirtra, edhe ka hynë në mendjet e njerëzve, edhe është materializu gjithë shka. Edhe nuk ndojmë kohë për kuvendet e dijes, për kushtet e xhenetit, edhe pak me jetu me ambient dhe me atmosferë hynore, duke përmend Allahun dhe duke mësu për Allahun, kjo zemër vdes, sepse zemra pa këto kuvende, pa këto mejliset e dijes, ngurtësohet, bëhet e ngurt. Shpirti ngushtohet. Ngushtohet shpirti. Edhe pastaj e gërsohet edhe sjellja edhe fjalja dhe të menduarit e njerit. Sepse Allah e ka pru këtë shpallje, edhe ka pru këtë mësime për me zbut njeriu, mos me lënë mu e gërsu. E kështu që nuk duhet me leju besimtari që me pru derin këtë shkallë zemrën ose gjoksin e vetë. Për ata, ai i cili është larg mejliseve të dijes, ai i cili nuk ka hise në kuvendet ku mësohet për Allahun, mësohet për fejnë e tij dhe për dispozitat e tij, vallahi është i varfër. Edhe nëse i ka miliardat, është i vetëm, është jetem, edhe nëse ka babë, nanë, shtëpinë plot dhe jeton në mesin e miliona njerëzve, sepse mbështetjen edhe ngrohtësinë të cilën ta afron shpallja e Allahut të lartësuar, mësimet hynore, s'ka kush që ta afron. Sepse një ditë kam jarë dhe reni që kemë u lodhë prej kretë këtyne, kemë u lodhë prej pasurisë tonë, kemë u lodhë prej familjes tonë, kemë u lodhë ndoshta. Mirë po, nuk kemë u lodhë kur prej Allahut. Edhe nuk kemë u lodhë kur prej të qenit afër edhe në lidhje të fortë me Allahun e lartësuar. E për ata, pejgamberi alayhi salatu wassalam po thotë, e mallkuar është dynjaja. Sepse sa dush që është e kajshme, e shishme, lodhët muslimanin ta, lodhët njerin ta, dhe dikur e mallkan edhe punën e vetë, e mallkan edhe të arriturat e vetë, edhe pasurinë e vetë. Pse? Sepse këtu e kanë angazhu ndaj kuvendeve të dijes edhe mësimeve të cilat i ka zbrit Allahu mësimet hynore. Pastaj forcohet edhe nefsi, pa këto kuvende. Forcohet nefsi i fort, kur bot nefsi i fort,
Mo ai nefs nuk di çka është e mira dhe e keqe. Përkundrazi të mirën e shet keqe, të keqen e shet mirë. Edhe udhëheqet pastaj njeriu prej nefsit. Pastaj rëndohen punët e ahiretit dhe rallohen. Edhe e shet dikan i cili është rënu namazi, ose ka fillu me rallu namazin, nësë është i rregullt namaz, thot nuk moj men kur ko marr pjesë në një ligjërat të drejtë për drejtë. Edhe pse dikush pretendon që i dëgjon, ndoshta në platforma të ndryshme, mirë, po ligjërata dhe dersë, takimi dhe edhe ndjenjat e dijes kështu të drejtë për drejta me prezantim fizik nuk kanë zavendësim në asnjë formë. Edhe e shaj pastaj, vallai me zar po falën, ose kanë erë po mik namazi. Pse? Kur ke marr pjesë ti në kuvendet e dijes. Kur je parfumos me aromën e xhennetit në tokë. Vallai s'moj men kur jam kon ders. Ma mirë çka po pret pastaj? Çka po pret në këtë zemër me dal? Me dal lule? Me do mu shpërnda era e miskut, jo, aty dalin therra. Aty dalin therra të cilat i mbjell shejtani edhe i mbjell nefsi i njerëzit. Andaj është shumë i varfër. Është i vetumuar. Ai i cili nuk është pjesë e takimeve të tilla përderisa është për me përgëzu, edhe është për me dhon myshde të madhe ai i cili ndon ku për me ushqy zemrën e vet edhe me ushqy shpirtin e vet me kuvendet e dijes. Prandaj të nderuar vëllezër, duhet ta kemi parasysh këtë element. Sepse sot jemi mësuar gjithë me mush barku edhe me ushqy trupin. Madje secili prej neve këtu i ka një listë gjatë të ushqimeve të cilat janë të dobishme, ushqime të cilat nuk duhet me i marr, krejt çka për një fizik ose për një luks. Ku i kemi listën e ushqimeve të zemrës, ku i kemi listën e ushqimeve të shpirtit, me çka ushqim shpirtin. Lopët e dënjas, devet e dënjas me i prej dhe me jadhon shpirtit, nuk mundesh me ja hjek as minimumin e urisë që ka, sepse shpirti ushqet me diçka tjetër. E kështu që duhet ta kemi parasysh këtë. Pastaj e përmendin që Imam Buhariu, e kush se një Imam Buhariu, pas një sprove që e ka pas, që pa drejtësisht i janë shu udhëheci i qytetit Buharas në shpinë, pastaj edhe disa prej njerëzve që i kanë pas hased dhe zili, në fond kanë arritë që me i largu gjithë njerëzit prej Buhariut. Të Buhariu, gjitha jalim, so që Imam Muslimi, në zonë se i tina, thot ja poste ballin, e thë kam i ti puthi kamtë dhe durët, sepse ti je sikur Omeri të sahabët me neve. Ti në mesin të një sikur Omeri me sahabët. Edhe i vjen reni Buhariu, Allah e mëshiroft, me këta dije, me këtë potencial që ka pas shkencor, edhe që ka qenë më i dishmi në hadith, nuk ja qel derën kërkush me vjetë të tëra për me vetë për hadithe, ose me marrë dije taj. So që thëtë Buhariu më ka ngushtu toka. Dalë, së më folë kërkush, zjenë më vetë kërkush. Të thonë qka i ka hupë, rani takimeve edhe nejave dhe derseve. Deri sa thot mas disa vjetë ka arë një persona më ka vetë për një hadith. Mu ka dëkë më ka dhonë dëjon. Mu ka dëkë sikur se kretë dënjon më ka dhonë muhe. Pse? Ma kthejat atmosferën e dersit edhe me pytë për dije dhe me dhonë dije dhe me morë dije. Radiyallahu anhu. Të thonë ka që ngushtu është një Buhariu sepse i kanë mungu këto neja dhe kanë mungu këto takime. Gjithashtu, po e përmendi edhe një tregim shkurtimisht, e përmendin Hisham ibn Amri, ky pastaj është bë prej dietarëve, mirë po si djali i ri thot baba e ka shit shtëpinë që e kemi pas, edhe mi ka dhënë parë të shkon në haxh edhe pastaj rrin Mekë edhe në Medinë mësot e ulemoja Mekës edhe Medinës. Djali i ri ky. Sepse me mësu dije edhe me prezantu në takime edhe me xhliset e ulemave ka qenë preokupimi kryesor i baballarëve të mirë këtë herë. Edhe vetë ata me prezentut po dhëmit që shmequ. Edhe thot, Hisham ibn Amri e kreva haxhin kur shkohen në Medinë, kisha qëllim me shku te Imam Maliku, imam i Medinës, me mësu për tina. Kur jo mbledha, thot, kur afrova rrethit afër, thot i kishin mbledh njerëz të rrethit, edhe Imam Maliku e kishte pamjen sikur se me qenë halife. Qashtu e kisha të stavin.
Edhe e pyeti njerëz që ka patën me pyet, derisa më ardhërani mua dhe pe i tham, me më tregu hadithe. Shikoj, thot Imam Maliku dhe më tha, merri lexoj hadithet që janë të shkruar se ti s'je për me të kallëzu hadithe. Apo ti thash me më tregu hadithe? Më tha, jo, merri lexoj hadithet që janë të shkruar. Sepse halon nuk kem rrinti për me tregu hadithe kështu. Edhe të tretën herë thot i thash më tregu hadithe, derisa thot e porositi njërin prej atyre që i kesh afër, nxjerrë jashtë xhamisë edhe me i dha do thupra të mira. Pastaj filloi me çajt. Do më fillua me çajt. Kur niti Imam Maliku, çka ka thot sillën këtu? Çka ke që po çon, thot unë jam marr, thot baba jam e ka shit shtëpinë që e kemi pas, me arë me kry haxhin, edhe me arë me mësut e ti leqim largove, dhe së më dhove dije, po dhe e shtin e filani më mërrej me thupra edhe është të mëdhim të shpina. Imam Maliku u prek. Tha, qka du të më të bona tash për më të dalë hakësh? Shmi ta këthy hakën. Thot, 15 thupra mi ka dhonë qaj që i ke thonë më mërrej, 15 hadithe kemi mi kalcu. Ja se s'ta baj halal korë. Edhe pse Imam Maliku kish vendosur që mos me i kallëzu shtresës tyne hadithe. Mirë po, kur e kushzoj u krytha. Transmeton filani për filanit hadithi i parë. Mirë, hadithi i dytë, hadithi 15 hadithe. A i morë tha 15 hadithe po. A jemi qëta është rafsh? A jemi boras ta po? A don diçka më shumë? Tha po. Shtomi thuprat, shtomi hadithet. Bueno, veç të rri me tyje. Veç të rinjë që ta me zlisë une. So është problemane. Një thupër një hadith. Po e paguj një thupër, po e paguj një hadith me një prej teje, me marë prej teje, edhe nëse fishlën shpina prej thupërës. Ndërsa, sot ku janë ambientet e sotit, ku janë mundësit e sotit me marë tije. Mi po për ata, Hisham ibn Amri ka met një histori, Imam Maliku ka met një histori, sepse këta njerëz e kanë lartësu dijen për Allahun edhe dijen e fesë Allahut, edhe Allahu i ka ngritë dhe i ka lartësu këta njerëz, edhe derin kiamet përmendën, edhe nuk ka mundësi mu shpjegu meselet e fesë, pa u ndërlidh emri Imam Malikut atë. Të ndëruar vëllezër, nëse kjo ka qenë nevoja e këtyre njerëzve për takime, për neja, për derse, që ka qenë ambient i ahiretit në këtyne. Njerëzit kanë bë gara për punë të mira. Njerëzit janë shtyse se cili po fiton ma tepër se vapë, dhe cili po bën punë të mira ma tepër. E nëse ata e kanë pas këtë dertë dhe këtë brengë dhe ka qenë nevoja madhe e tyne, atë cila është nevoja, cila duhet me qenë nevoja jonë sot? Cila duhet me qenë nevoja e një muslimanit të kësaj kohe ku thash më herët që gjithçka është materializuar. Njerëzit nuk pyesin për diçka vetëm se sa kushton, sa fiton. A fitove, a humbe, a të nxjerr fitim, a del humbje. To është materializu gjithçka, sa që edhe raportet të cilat nuk pranojnë interes, ka fillu me hi interesi aty. Ka fillu me hi interesi dhe materializmi edhe mes prindit me fëmijët, edhe mes gruas dhe burrit. Edhe një pjesë madhe e probleme mes burrit dhe gruas që ndodhin sot janë se gruaja punon mirë, por rrogën nuk e sjell te shtëpia dhe nuk u ndihmon me i kry nevojat edhe me i pagu fakturat e shtëpisë. Do të thonë probleme të materializume, në raporte të materializume të cilat nuk e pranojnë materializmin. E mirë, e gjithë rrethana ku është vërsul materializmi, edhe i ka pushtu zemrat e njerëzve, mendjet e njerëzve, dhe sot njerëzit brejnë kryesore kanë qysh me fitu, qysh me pasuru, qysh me shtu pasurin, sepse njerëzit nuk janë të shumë të varfër sot, po qysh me shtu pasurin, atëherë sa është nevoja e një muslimani për me prezentu në mezhliset të tilla, në dije, në ligjërata ku ndërtohet besimtari. Sepse ka nevojë mu ndërtu, sepse Paula i lirë, Paula pa u ndërtu dhe pa investu në veten e tij, atëherë ndërtohet gabim. Ose ndërtohet gabim ose së ndërtohet fare. E kështu që sot nevoja për mu ndërtu muslimani që shduhet është emergjente, jo emergjente, mëse emergjente. Ndërsa mos t'i shkon me në dikujt me thane, a ka mundësi edhe sot? A ka mundësi edhe sot na me bo që të ka mundësi. Sepse ai cili mendon që s'ka mundësi, mu arrit ndërtimi i shëndosh i muslimanit, qysh Allahu dën, edhe qysh na ka urdhëru, ajo se është ignorant, e duhet me i tregu që është e arritshme, ose nuk është i gatshëm me përmisu vetën dhe me ndërtu vetën. Për ndryshe, Allahu për shka e ka zbrit Koranin deri në kiamet, që me to me punu dhe me mu eduku dhe me to mu ndërtu. Edhe qysh kanë punu të partë, gjeneratët e para për gjenet dhe kanë fitu gjenetin, edhe njerëzit vazhdimisht ku pas ku në kohrat të ndryshme, në vendet të ndryshme, kanë me i fitu këtu.
E kështu që është e arretshme. Andaj të ndërruar vëllezër, sot në kohën kur njerëzit kanë ndërtu ndërtime të larta, sa që edhe qiejt gati po i shpujnë. Mi po nuk kemi arrit me ndërtu njerin e shëndosh i cili rrin tu, edhe i cili jeton tu që shduhet. Kemi ndërtu, ose bota ka ndërtu rrugë shumë të mira dhe të fortë, mi po në ato rrugë nuk po gjejmë mundësi që me pas harmoni familjare edhe lidhje farefisnore. Sot njerëzit vozisin kerë të luksit. Mirë, po me ato kerë të luksit nuk po mujnë me e gjetë rrugën deri te farefisit tyne. Me shku. Që do të thotë se na po ndërtojmë infrastrukturë të jashtme, mekanike, skeletore, mirë, po nuk kemi tu ndërtu njeri. Pastaj kemi ndërtu spitale, edhe po ndërtojmë vazhdimisht spitale, edhe më moderne. Mirë, po problemi është se njerëzit që janë ato që duhet në start, ose në fillim me i shiku plakt e pacientit, e shikojnë në gjepin e tina, për arsye se nuk është ndërtu njeri, është ndërtu godina. Pastaj kemi ndërtu shkolla, edhe moderne. Mirë, po çka që kur nuk ka pas edukim edhe arsimim më pak se sa në këtë kohë që del prej shkollave. Kemi ndërtu edhe gjykata, kemi ndërtu edhe institucionin e policisë, madje edhe të sofistikuar, mirë, po kur s'ka pas krime më shumë dhe të burgosën kur s'ka pas më shumë dhe vrasjes s'ka pas kur më shumë. Pse? Sepse po ndërtojmë infrastrukturë, po nuk po ndërtojmë njerëz. E pejgamberi alayhi salatu wassalam, të ndëruar vëllezër, ka mujt me ndërtu xhamin në Medinë prej më të mirave me bë. Ka mujt me ndërtu. Mirë, po i ka dosh me ndërtu njerëz. Këta njerëz pastaj e kanë përhap dritën edhe edukimit pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe udhëzimit të tij në tërë botën, edhe ku kanë hyrë, njerëzit e kanë pranuar pastaj udhëzimin e tyre, sepse janë ndërtu njerëzit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka ndërtu njerëz. Sikurse edhe sot që kemi fillu me i zbukuru xhamitë tona shumë. Kemi fillu edhe dikun nështë edhe luksi ka hi në për xhamiat. Mi po apo ndërtojmë njerëz, apo dalin njerëz për xhamiave. Të ndërtojmë, ashtu që ka ndërtu pejgamberi alayhi salatu wassalam, një xhami e cila ka qenë e ndërtuar sipas standardeve minimale të mundshme. Me llaç edhe me qerpeq. Kështu ka qenë xhamia. Mi po kush ka dalë për asoj xhamie? Ka dalë një Abu Bekër që s'përsëritet më. Ka dalë një Omer që s'përsëritet më. Ka dalë filani fisteki, ka dalë me dhjetra prej asoj xhamie që Allahu ja ka garantuar xhenetin të kanë gjallët. E kështu që prej këto del që nevoja për mu ndërtu besimtari, me ndërtu vetën, me ndërtu shpirtin e vetë, me ndërtu zemrën e vetë, me ndërtu mendjen e vetë. Ndërtim të shëndosh është emergjente. Në kohën kur njerëzit investojnë gjitha që të që i përmena, besimtari duhet me investu në shpirtin e vetë. Duhet me investu në zemrën e vetë. Sepse abishim, pa u ndërtu njerju, pa u ndërtu zemra, nuk po na bojnë punë shumë këtu. Për kundrazi po na shëndrohen në bela, po na shëndrohen në të lashe. Andaj, kjo është ajo thirrja urgjente që besimtari me investu në zemrën e vetë, me investu në ndërtimin e vetë. Jo rastisht, Allahu i lartësuar është betu 14 herë në Kur'an në ajetet të një pas njëshme në surën Shams. O shamsi o duhaha, o l'kameri dha talaha, o l'nahari dha gjelaha, deri ka gjysma e surës, 14 betime janë, s'ka ndodhë asë njëherë. Ka ndodhë njëherë 2-3 betime. Ama 14 betime me i bon një pas njove, s'ka ndodhë kështu. Për çka po i ban këtu Allahu? Por me të regu se mas që tyne 14 betimeve do të përmendi diçka që është jetike për tyje, edhe për mua. Ajo është qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ka shpëtuar ai i cili e pastron veten e vet, e ndërton veten ndërtim të shëndosh sipas Islamit. Ndërsa do të jetë i dëshpëruar dhe i dështuar ai i cili nuk e pastron veten e vet dhe nuk punon për me ndërtu veten e vet. Veç llogaritë shto 14 betime, pastaj po tregon Allahu se mas këtyre 14 betimeve lum ai i cili punon edhe investon për veten e vet për me ndërtu veten. Mirë, thamë herët që ndërtimi i shëndosh sipas parimeve islame është i mundur, i arritshëm në gjitha kohrat. Normal që në kohën tonë është pak më vështirë, mirë po shpërblimi është më i madh. Nuk ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam do të vijë një kohë
që me majt islamin, është sikur se me majt gacën, ndorë. As të në mon se djek, po as të në lëshan, për arsye se është islam, është jetike. Edhe pastaj do të pejgamberi alayhi salatu sallam, ata që emrin këtë kohë, një prej tyne, është sa shpërblimi 40 ose 50 për juve. I thë dikush për sahabëve, oj dërguar i Allahut, një për neve sa 50 atyne, jo, një atyne sa 50 ju. Normal, do sipas sfidave, edhe lodhjes, edhe mundit që e ban besimtari, për me ndërtu vetën, me pastru nefsin, me pastru zemrën e vetë, normal që e ka dhe shpërblimin. Ama është i arritshëm, është i arritshëm. Shkurtimisht po i përmeni disa pika të cilat në ndihmojnë për ndërtim të shëndosh, të karakterit, të zemrës, pastrimin e nefsit, rregullimin e mendjes, e kështu me radhë. E para është dija, pa dije s'bëhet kurrë. Qysh e ngrisim veten, qysh e ndërtojmë veten, qysh e pastrojmë nefsin kur s'dim qysh duhet me pastru. E dija duhet me arë para gjithë shkafit. Para se më janis me punu, para se më janis me planifiku, diçka duhet dije me ditë se për shka jetu bo plan, çka do me ndërtu, çka do me maru, çka do me rënu, çka do me ndryshu. Do të me ditë krejt këtu. Sot s'po punohet kur gjë pa plan. E qysh po don për me ndërtu një shtëpi të vogël, po duhet plani, po duhet arkitekti, po duhet ajo, po duhet gjitha këtu. Ndërsa për me ndërtu një njeri, i cili është bazë e gjitha këtyne, pa plan me ndërtua, pa plan me rënu, pa plan me ndryshu. Atë s'kemi bo kur gjo këtu, veç që kemi prishë dhe më teme. E kështu që dija është në parë dhe për ata ajetet e dijes dhe hadithet e dijes që flasin Kur'an janë të shumta. Madje ajeti i parë, Allahu i thot pejgamberit alayhi salatu wassalam, mësa, lexo, do von këtë fe, s'ku do të më i thonë atina. Ose neve më na thonë përmes tij se ai s'ka lexuar. E dini, që s'ka diç kemi lexuar. Mirë, po kjo fe nuk ecën përpara pa lexuar. Kjo fe nuk ecën përpara pa dije. Në këtë fe nuk mundesh mu ngrit, as nuk mundesh me i marrë mësimet e kësaj feje pa mësu. Pastaj ibadeti, adhurimi. Do të dije që e marrim duhet me praktiku. Kjo e para. E dyta, në kohën e fitneve, në kohën e sprovave, në kohën e telashave, çka na ka porositur pejgamberi alayhi salatu sallam? Mu fut edhe na në fitne, mu fut edhe na nga tresa, mu fut edhe na në luftra, mu fut edhe na në hasmëri. Jo, thot më i miri është ai i cili largohet për këtyre fitneve. Pastaj në një hadith deset e vesh thot pejgamberi alayhi salatu sallam, thot në kohën e fitneve ai i cili largohet edhe ik fitneve, problemeve që shfaqen, edhe e bën ibadet, ndohet prej tyne dhe bën me ibadet, e ka shpërblimin sikur se me pasbë hijret me mua. Gjithashtu, edukimi i nefsit, ato që e përmenda më herët, që Allahu betohet 14 herë, pastaj e përmend nefsin, edhe largimi nga gjërat që s'na interesojnë dhe gjërat e panevojshme. Kurreshtja e myt njerin. Pse e bën ashtu? Vëllai isha kurreshtar me bë. Pse çto se bën? Vëllai isha kurreshtar. Kurreshtja nuk do të më na lën neve me udhëheq, vëllasi. Kurreshtja veç në një rast na kryen punë neve. Nëse na e shton ambicien për me mësu më tepër dhe më afru te Allahu më tepër punë. Për ndryshe, besimtari i cili është i papunë ose nuk kryen ndonjë funksion, edhe është kurreshtar vazhdimisht, kurreshtja e myt këtë pastaj e lot. Që sa vjetë jemi të dëgju analiza, e jemi të morë me analiza, e lajme, e shlajme, se kur do të nisë lufta e tretë botërore. Halos nisi. Ana që 3-4 vjetë jemi të morë me ta. Që 3-4 vjetë jemi të menduna, që përmes këtyne analizave kemi zbulu se kur ka mu nisë lufta e tretë botërore. Jo mu nisë dikushot, jo su nisë hala, jo ka mu nisë. Me shka jemi të morë? Me kjo është kuve fitneve, o lëzim. Kër e kanë pytë pejgamberin alayhi salatu wassalam, se kur është kiameti, që ka thonë? Së të fynë kur është kiameti, ti puno për kiamet. Edhe aty, do përthë, luftrat e mëdhoje, sidomos luftrat e mëdhoje, a në pyse neve kur minise, kur minala, e me kanë minise, shminisa, e pse na mja dhonë kuhën tonë, edhe ndjenjat tona, edhe shpirtin tonë, edhe mendjen tonë, pse mja dhonë dishkafit që nuk kemi kur fan ndikimin tonë. Mirë po, ja që shejtani, e mashtu, e shumë çështjet e tjera, shumë çështje të tjera, të cilat vetëm na lodhin, na thejnë, na demoralizojnë, na e marrin kohën e ibadetit. Na e marrin kohën e ibadetit, edhe adhurimit, edhe shtimit të dijes, ndërsa ne merremi kënej me analiza dhe llogarisim që jemi të i bo shumë shërbim muslimanëve, sepse jemi të i ofru informacion se kur ka me ndodhë lufta bërthamore,
Kur ka me ndodhë lufta e tretë botërore, lufta veç ka nisë, pastaj kanë më bo 2 tabore, kanë më bo 3 tabore, pastaj musliman këtë pozicion, mirë, që sa vjetë jemi të i bo këtë analiza, që sa vjetë jemi të ma, a nuk është gjyna? A nuk është gjyna, më nëllë njerë me thonë, a nuk është gjyna bëne këto, ka shumë vjetë, mi adhon dishkafit që është e paransishme, edhe s'kam kur farë qasjen ta. E kështu që duhet, ta kemi parasysh edhe këtë, në mënyrë që të mos ndodh me ushtram. Këto ishin shkurtimisht ose si hyrje e kësaj serie të ligjëratave që do ta shtjellojmë në vazhdim inshallah taala. Mirë po, prej krejt kësaj çka u than, dalin 2 porosi. E para është se ndoj ku o musliman, ndoj ku për me ushqy shpirtin tanë në kopshtet të xhenetit. Ndoj ku për me ushqy shpirtin, me ushqy zemrën. Ato janë mexhliset edhe derset. E dyta, bën plan nëse mundesh vetë, nëse s'mundesh ndihmohu me njerëzit që dinë se qysh me u ngrit. Edhe qysh me u ndërtu. Qysh me u ndërtu une. Ndërtim të shëndosh, ndërtim të i cili më ban nder këtë botë edhe në botën tjetër gjithashtu më nxjerr faqebardh. Qysh me u ndërtu une. Apo me elon fatin tem, ose ndërtimin tem me lanë dorë të fatit, kush dënë me punu të one, vjen njëne e ngull një baski, aj tjetëri e qetë një tull, kjo tjetëri e hjek një, edhe pastaj kur del muri besheret. Apo do të në vetë me ndërtu. E këto 2 porosi janë për këti dersit që do shta me i përqute jo. Inshallah Allahu në mundson që të vetë disohemi dhe nuk në shkëput asë njëherë nga këto ambiente edhe këto aromat të xhenetit edhe me gjliset të dhikrit të cilat ja kanë lakmi edhe me laqet edhe Allahu krenohet me këto ambiente dhe me këta njerëz të cilët janë në këto ambiente edhe para me laqeve. E lusim Allahun e lartësuar që të punojmë me veten tonë, ta ndërtojmë veten tonë ndërtim të shëndosh dhe të largojmë gjithçka që na pengon në këtë ndërtim ose e prish ndërtimin ose e rrezikon që nesër mu rënu këtë ndërtim edhe pastaj me apo sherrin edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. O sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.